i arrestimit afër shtëpisë tij me pantallona shkurtra, me nallane dhe një polic në timon. Çfarë ishte ky arrestim? Nallanet, pantallonat e shkurtra, policin timon, të gjitha këto flasin më shumë se për çdo gjë tjetër, për një arrestim të negociuar. A ju kujtohet ju kur u dorëzue famozi Balili? Ju kujtohet apo jo? Nxirja u liqytetarëve. Cilin pati shofer? Famozi Balili. Ardi Veliu. Edhe ky shpatarakut. Shpatarakut. Ai Veliu. Nuk mund të them me siguri, sepse duhet të kesh, por qytetar digjital më kanë informuar se sipas burimeve të tyre policore, theksoj, ditën e diel në një lokal të kontrolluar nga karteli në Elbasan, Tauland Balla ka zhvilluar një takim jo të shkurtër me Gysagasin. Me Gysagasin. Vetë qytetari digjital thot që është mirë të hetohet, por burimi është mjaft serioz dhe i sigurt. A mori përsi për Tauland Balla negociatat me të, në emër të Rams dhe me porosi të Rams, nuk mund të them. Por qytetari digjital thot se është takuar me të. Agasi është pronar i makinave të blinduara, i makinave më luksoze. Shkoi u gjet në një makinë krejt si shkoti me shofer policin. Edhe kjo pra, janë disa element që po t'i lidhish bashk, flasin për një arrestim të negociuar. Por arrestimi i tij është një zhvillim pozitiv në mënyrë të padiskutueshme. Ajo çka Partia Demokratike kërkon i bën thirrje Europolit, Eurojustit, vendeve partner të monitorojnë me seriozitetin më të madh këtë proces. Ata kanë legjitimitet të plot sepse veprimet e Gysagasit janë bërë dhe në dëmtim të shtetazve të tyre në territorin e Shqipërisë. Ai kontrollonte çdo person që hynte dhe të gjitha komunikimet. Në këtë kuadër, procesi Agasi mund të tejkaloj çdo proces të zhvilluar gjerë sot ndaj bosëve të mafjes në Itali, Shtetet Bashkuara dhe Gjetiu, mbasi
informacionet që ka disponuar Agasi në internet kanë qenë të pakufishme. Agasi ka qenë një rrezik për NATO. Agasi të gjitha dhënat e sistemit TIMS ja u ka dhënë armiqve të NATO-s dhe kartelit të troprinëve, midis tjerash. Ndaj dhe edhe njëherë thirrja ime për organizatat ndërkombëtare, Europolin, Eurojustin, por edhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partner të angazhohen në monitorimin dhe ridimensionimin e hetimit Bardhyl Agasit, që është vetë Edi Rama, që ka vepruar në emër të Edi Ramës, që ka në kontroll të plotë Edi Ramën dhe e mbyll këtë me thirrjen për dorëheqje urgjente të Edi Ramës, mbasi s'është gjë tjetër veç se një agas në karrikën e kryeministrit. Faleminderit. Ambrosia